Ndalohet përkohësisht lëvizja e kafshëve të gjalla të llojit dhën dhe dhi nga ferma në fermë, shtektimi dhe kullotja në kullota në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Vendimi vjen pas shpërthimit të murtajes në Bagtitë e Imta. Pas këtij vendimi, kanë reaguar blegtorët e zonës së Selenicës dhe Lumit të Vlorës. Një përfaqësi e tyre është takuar këtë të mërkur me drejtorin e Agjencisë së Veterinarisë Adila Kojveli. Ata thonë se në këtë periudhë, Bagtitë duhet të shkonin për shtektim në Korçë dhe se në këto kushte po i mbajnë në zonat e tyre që janë të thata dhe ka probleme me ujin, pasi Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nuk jep certifikatën e lëvizjes. Alim Binjakaj, Bashkia e Selenicës, Njësia Armen. Kemi problem për Bagtitë, për t'i shtetëtuar në malet e Korçës. Mirë po, na kanë pezulluar këta të bujqësisë për arsye se s'na japin certifikatën e lëvizjes. Dhe ne tash jemi në radhë parë ne s'kemi më bazë ushqimore, s'kemi ujë që t'u japim. Nuk kemi më mundësi. Prandaj na jepni rrugë zgjidhje. Dhe ju sot keni ardhur Ne dhe kemi ardhur sot këtu, ndaj kemi ardhur për të drejtoria e bujqësisë që na jepni rrugë zgjidhje. Çfarë do bëhet? Ndryshe nuk dim çfarë të bëjmë. Ato u thanë, marruan fare si mall. Nuk e dim se si do vaj puna. Ne kërkojmë të vinë në karantinë. Ku i mbani ato? Ne i mbajmë në fshatin Treblov. Dhe kemi shumë vështirësi të mëdha. Zona të thata, zona pa ujë. Ngarkojmë sot ujë me mushka, u shpjep dhe ne. Dhe ju në këtë periudhë i shtektoni atë? Ne shkojmë në Korçë. Do kishim vajtur thon, do kishim 15 ditë. Tash jemi pezulluar se s'na japin certifikatën e lëvizjes. Ne duam rrugë zgjidhje për punë. Blegtorët thonë se kanë 30 vjet që shkojnë në Korçë me Bagtitë e tyre. Ata theksojnë se kullotat janë të ndara dhe nuk ka rrezik për infektim, pasi edhe sipas veterinerëve në qarkun e Vlorës nuk ka Bagtitë të infektuara. Ilush Kokan, në fshati veç, Bashkia Selenicë. Kemi ardhur te drejtori, kërkojmë një rrugë zgjidhje për punë shtektimit. Ne nuk e kemi se kemi këtë vite, kemi 30 vjet që vemi aty. Zonat ku vemi të gjithë janë male shumë të larta, pak njeri, malet i kemi ndara me sinore, ujtë e kanë vënd, s'kemi kontakt me njeri mu atje. Në mal veterinerët na thonë edhe atje na kanë thonë që atje ku vini, kemi folë me ata veterinerët, nuk ka smundje, s'ka asnjë lloj gjëri të gjithë këta. Që i di malet nuk kemi kontakt, as njëra me kope tjetër. Kemi ndara kullotat. Duam në marrë mas shteti çfarë do bëjmë. Më mirë ti viti shikoj aty t'u fut në një të vras aty në vend, be unë ku i kemi vetëm gjë mbadhën. Van mbaruan, më mirë të rrinë ngordhën aty se sa. Ashtu s'kemi çfarë bëjmë dhe ne. Atje me ato ushqemi, të gjithë këta që janë këtu, vetëm me atë punë mirë. Se kemi brer të parë, kemi vite që vemi, shtektojmë. Nuk e di këta dalën e rrugës, marrën dhe kopet, kështu e kanë si tradite dhe u bë dhe shtektimi gjithë. Dilin e turistat na shoqëronin. Këta s'dalën më tikim. Fermerët shprehen se kanë besim tek një zgjidhje tek Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, ndërsa thonë se Bagtitë po u ngordhin nga mungesa e ujit. Quhem Bastria Simi. Jam fermer edhe kemi ardhur në Drejtorinë e Bujqësisë mbasi kemi ndonjë zgjidhje për shtektimin e baktive. Se këtu janë shtar çdo gjë, nuk gjem dot zgjidhje vetë dhe kemi ardhur te drejtori i bujqësisë mbasi e gjem dot ndonjë zgjidhje se nuk kemi ç'bëjmë vetëm. Ujë s'kemi. Ushqim s'kemi dhe drejtori nuk ka çfarë na bën vetëm pa ardhur urdhri nga lart. Kemi 20 vjet shtektojmë malet e Korçës. Tashti si do bëjmë mbasi na zgjidh shteti se ne vetë nuk e zgjidhim dot të punë. Këtu do ngordhin ato. Le të vinë në vend t'i verifikojnë për ujë, për ushqim, t'i kontrollojnë, nuk kemi çfarë bëjmë. Da kemi ardhur te drejtori. 80% e krerëve në rrethin e Vlorës mbahen nga shtektimi, ndërsa mungesa e ujit dhe mungesa e kullotave të lira është problemi kryesor në këtë periudhë. Elidon Kananaj, njësia administrative Kot, fshati Gumenisë. Problemet i ne i kemi të shumta, po për momentin na janë mbledhur të gjitha bashkë. Në këto kora ne duhet shtektoni me Bagtitë dhe duhet ishim në Korçë. Kjo tradit nuk vazhdoj sot, kjo është 500 vjeçare shtektimi. Ne gjithë qarku, po thuaj se qarku i Vlorës, me shtektimi mban numrin më të madh të krerëve, gati 80% të krerëve mban shtektimi.
Pjesa tjetër janë për lëvizje brenda për brenda të tregut. Po u pezullua lëvizje blektorisë për në kullotat alpine, të Korçës, Skraparit, Gramozit, edhe në vende të tjera blektoria është eliminuar. Ato do ngordhin këtu. Për kushtet e ujit, për kullotën, se dhe ne masat i kemi marrë për në Korçë dhe nuk kemi lënë kullota të lira për t'i shfrytzuar në këto kora. Për momenti po i mbajmë me misër, uji është problemi kryesor. Kemi malin, malet janë thata. Shteti ka bërë lera, janë riparuar, për momentin janë pa ujë dhe nga temperaturat e larta. Fermerët theksojnë se nëse shteti dhe institucionet ju sigurojnë ujë në kullotat e tyre në mal, do të qëndrojnë aty. Mbushëm lerën me ujë, të rritë malim, nuk lëvish, nuk krije probleme, jam rregull. Mi po këto kërkojnë investim fuqishëm, e vetë një zgjidhje është lëvizja për në Korçë. Atje i kemi kullotat ndarë. Në qoftë se nuk lejohet lëvizja për Korçë, çfarë kërkoni këtu? Ujin kryesorja. Ujin te kullotat në mal. Pra në qoftë se ju sigurojnë ujin? Po, siguroj ujin në mal, unë jam në rregull. Nuk kërkoj gjë tjetër.